Pyetja e madhe, a lindi Jezusi me 25 dhjetor? Bibla nuk e thot në fakt datën e saktë kur Jezusi lindi, por nëse ndjek shenjat që Luka, që ka shkruar Ungjillin e tij, na jep, historia bëhet shumë kuptimplote. Le ta shpjegoj. Historia fillon jo me Marin, por me një burr tjetër, me një prift moshuar që quhet Zakaria. Ai nuk ishte profet, nuk ishte i famshëm, ishte thjesht një prift që shërbente në tempullin e Jeruzalemit. Priftrit nuk punonin çdo ditë, ato shërbenin me turne. Edhe Zakaria i përkiste një grupi priftrinsh i njohur si ndarja e Abijahut. Pse është e rëndësishme kjo në fakt? Sepse ndarja e Abijahut kishte turnin e shërbimit çdo vit rreth fundit majit dhe fillimit qershorit. Tani Luka na tregon që pasi Zakaria mbaroi shërbimin e tij, u kthye në shtëpi. Pak më vonë ndodhi diçka e papritur. Gruaja e tij, Elizabeta, mbeti shtatzan, dhe ajo do ishte mamaja e Gjon Pakzorit. Mbaje mend këtë moment, fakt, fillimi i qershorit. Kur Elizabeta është në muajin e 6, diku tjetër në një qytet vogël në Betlehem, jeton një vajzë e re me emrin Maria. Një natë, një ëngjëll i shfaqet dhe i thotë diçka që do ta ndryshonte historinë. Ajo do të mbetej shtatzan, jo në një mënyrë normale, por nga fryma e Zotit. Kur ndodhi kjo? Kjo ndodhi kur Elizabeta ishte 6 muajshe shtatzan, pra në dhjetor. Dhe ja ku historia fillon të marrë kuptim. Në dhjetor, hebrejt festojnë festën e dritave, të njohur si Hanuka. Dhe pikërisht në këtë kohë Bibla thotë se Jezusi u ngjiz, ai që më vonë do të quhej drita e botës. Tani, nëse ngjizja ndodhi në dhjetor, atëherë lindja do ishte dikur rreth muajit shtator ose fillimit tetorit. Në atë kohë, hebrejt festojnë festën e tabernakullit, festa që i kujtonte hebrejve kohën kur Zoti banonte mes njerëzve. Dhe Ungjilli thotë, fjala u bë mish dhe banoi mes nesh. Fjala banoi do të thotë tabernakulloj, fjalë për fjalë. Pra, ngjizja e Jezusit ndodhi në festën e dritave, atëherë kur drita e botës, Jezusi hyn në historinë tonë dhe lindi në festën e tabernakullit ose në festën e banimit të Zotit mes njerëzve. Ndoshta kjo nuk është një provë absolute, por nuk është e pamundur dhe patjetër është shumë kuptimplote. Bibla nuk është një libër i zakonshëm, por është mendja e Perëndisë e shfaqur për ne. Pyetje për ty, a mendon që kjo është rasti apo një model i qëllimshëm? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.